Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me domate që zhduk rrudhat për një ditë, ja si ta përgatisni. Likopeni është një karotenoid i cili i jep domates dhe shumë perimeve të tjera pikërisht ngjyrën e kuqe. Tashmë e dim që sa më e fortë të jetë ngjyra e kuqe, aq më shumë veti të fuqishme kanë antioksidantët e frutit apo perimes. Ka shumë karotenoide, pigmente bimore të cilat veprojnë si një antioksidant i fuqishëm, por sipas ekspertëve asnjë prej tyre nuk mund të rivalizojë likopenin. Domati është një nga burimet më kryesore të këtij antioksidanti natyral dhe këtu ju do të mësoni të gjitha arsyet se përse kjo perime është aleatja numër 1 e lëkurave të yndyrshme. Domati gjithashtu ruan lëkurën tuaj nga plakja dhe nga radikalet e lira. Rigjeneron qelizat e dëmtuara nga rrezet e dëmshme të diellit dhe ngadalson gjithashtu procesin e formimit të rrudhave. Plot me acide frutor, ajo njëkohësisht eliminon qelizat e vdekura dhe pikat e zeza në lëkurë. Përbërësit e saj gjenden gjithashtu në disa preparate që përgatisin lëkurën për ekspozimin në diell. Me jo më pak rëndësi është përdorimi i saj për aftësitë purifikuese dhe riekuilibruese. Lëkura që përfiton më shumë nga trajtimi me domate është padyshim lëkura e yndyrshme, pasi me aciditetin e saj përthan ose parandalon prodhimin e yndyrës së tepërt. Merrni vetëm tulin duke hequr farat dhe njëkohësisht të lëngun. Ndërkohë nga ana tjetër aplikojeni në fytyrë dhe mbajini për 20 minuta. Kjo është një maskë e thjeshtë dhe me efekt të menjëhershëm. Edhe duart mund të bëhen më të bukura me domate. Shtrydheni lëngun e domates në duar dhe lëreni derisa të thahet. Më pas shpëlajini me ujë të vakët. Rezultati do të jetë një lëkurë më e qartë, e pastër dhe e butë. Një maskë tjetër, përzijmë në mikser një domatë të pastruar dhe puresishtojmë 4 lugë gjelle miell me 2 lugë kafe vaj ulliri. Aplikojeni këtë përzierje mbi fytyrë dhe e lëmë në qetësi për 15 minuta. E shpëlajmë fytyrën dhe e hidratojmë atë si zakonisht. Ndërkohë nga ana tjetër, kur vjen puna tek shëndeti i lëkurës, domati është një nga produktet më mirëbërëse dhe më të pasura në vlera. Domatet përmbajnë sasi të larta të kaliumit dhe të vitaminës C. Këto dy përbërës i japin gjallëri lëkurës dhe rikthejnë shkëlqimin e humbur. Ndërkohë nga ana tjetër, domatja përmban edhe likopen, një antioksidant i cili lufton në radikalet e lira të cilat po ashtu janë përgjegjëse për disa prej dëmeve që të manifestohen në lëkurë. Domatet janë efikase kundër rrudhave, njollave të moshës dhe dëmtimit të shkaktuar nga dielli. Ato eliminojnë yndyrat e tepërta, pikat e zeza dhe njëkohësisht ato dhjamore. Me përdorimin e domateve, shanset e shfaqjes së akneve dhe të puçrave në lëkurë minimizohen ndjeshëm. Në këtë video ju do të mësoni se si ta përdorni domaten për të zbutur rrudha dhe njëkohësisht njollat e ndryshme në lëkurë dhe thatësinë e saj. Maska me domate kundër rrudhave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një domate e kuqe, 2 lugë gjelle me krip të trash. Përdorimi: ndajini domatën në gjysmë. Gjysmat zhyteni në krip dhe fërkojeni lëkurën për 1 minutë. Grimcat e tullit të domates që kanë mbetur në lëkurë mbajini për plot 5 minuta. Më pas shpëlajini lëkurën tuaj me ujë të vakët. Kjo maskë duhet përdorur të paktën 2 herë në javë. Ajo funksionon kundër rrudhave, fal përmbajtjes së lartë të beta-karotenit dhe antioksidantëve.
Këto të fundit gjithashtu luftojnë rrudha dhe njollat e moshës. Maska me domate për lëkura të thata. Grini një domate në rende dhe më pas kullojeni lëngun. Tullin e grirë përzdjeni me një lugë çaj me vaj ulliri. Maskën aplikojeni në lëkurë përveçse në zonën e syve. Mbajini për plot gjysmore dhe më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Maska me domate për lëkura të yndyrshme. Kaloni në rende një domate dhe një kastravec. Kullojeni lëngun dhe tullin e butë përzdjeni me 2 lugë çaj me mjaltë. Maskën vendoseni në fytyrën e larë dhe mbajini për 20 deri në 25 minuta. Më pas, shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të ftohtë. Domatet funksionojnë shumë mirë edhe kundër pikave të zeza, por edhe për hidratimin e lëkurës. Ato gjithashtu e tendosin lëkurën dhe eliminojnë yndyrat e tepërta. Domatet përmbajnë një trajtim ideal dhe të shpejtë për t'i dhënë fytyrës tuaj një pamje plotë gjallëri dhe shkëlqim rinor. Ndërkohë, nga ana tjetër, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz, rrudhat dalin pikërisht përpara kohe, kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe njëkohësisht të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej recetave më të mira natyrale, sidomos kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni rrudhat duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe njëkohësisht ai zbeh rrudhat. Vitamina E. Falë vitaminës E ju mund t'i blini ato në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje, pasi kjo vitaminë në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje dhe njëkohësisht vitamina E do të zbeh lëkurën tuaj, rrudhat, hidraton lëkurën dhe e ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe njëkohësisht një lugë gjelle me mjaltë. Aplikojeni këtë maskë për të paktën 20 minuta dhe kështu ju do të shikoni se si rrudha do të ruaj ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti do t'i jap lëkurës tuaj një shkëlqim më rinor. E bardha e vezës. Sipas ekspertëve, rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni atë në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme sidomos për lëkurat me yndyr duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe njëkohësisht zbeh rrudhat. Avokado. Tullin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado gjithashtu zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.